Nderuar miq, do të flasim për zhvillimet në Kosovë, një lajm të fundit mesditën e sotme për një vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që ka vendosur rinumërimin e plotë të gjitha votave për kandidatët nga zgjedhjet e 28 dhjetorit. Po çfarë ka ndodhur konkretisht, për këtë do të flasim me profesorin Selatin Koceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zotë Paulo. Profesor, kush i bëri pis zgjedhjet dhe pse do të rinumërohen votat? Para një jave, unë isha prezent musafer me një emision në 21 dhe paralajmërova se do të ketë në rinumërim të gjitha votave, sepse e dija me sigurit plot se këtu ka vjedhje masovike të votës brenda llojit, si themi ne brenda llojit. Kjo nuk ndodh për herë të parë në Kosovë, kjo ka ndodhur në vazhdimsi. Derisa më herët vjedhte partia partin, por me që aplikoheshin dënime për komisionerët në të kaluarën, disi u arrit që partit t'i ruajnë votat e tyre, por kjo çështja e kandidatëve asnjëherë nuk ka arritur as në nivel lokal, as në nivel qendror të mbikëqyrët apo të jetë e rregulluar. Askush nuk i ka kushtuar rëndësi në të kaluarën përveç individëve të caktuar të cilët kanë dyshuar se po ju vidhet vota dhe kanë kërkuar nga Komisioni Qendror të ketë rinumërim të votave. Në këtë rast, me sa di unë, Bekim Haxhiu, njëri prej kandidatëve ka parashtruar kërkesë për rinumërim të votave sepse ai ka dyshuar apo ka qenë i bindur se ka pas vjedhje masovike të votave dhe ashtu doli. Pra për ta sqaruar, profesor, është një vjedhje brenda partive, pra të kandidatëve, brenda llojit, jo partia partin. Pra nuk do numërohen votat për partin, por për kandidatun. Jo, vjedhje brenda partive tani komisionerët nuk lejojnë më të partitë luta maksimum, por kjo vetëm do të ketë rinumërim, por gjatë numërimit edhe mund të numërohen edhe partive, por unë besoj që do të numërohen vetëm të kandidatëve, sepse në bazë kësaj që u numëruan 10% të 28 komunave dhe 10 komuna janë numëruar në përgjithësi votat, ka dalë sidomos Prizreni prind me humbje apo me vjedhje të votave ku kandidatët e PDK-s kanë vjedhur kandidatët e partisë vet, pastaj edhe të vetëvendosjes, të LDK-s edhe të anoncës. Dikush mund të thotë që këta kanë vjedhur më shumë, ata kanë vjedhur më pak. Vjedhja është vjedhje pa marrë parasysh cili subjekt dhe cilët kandidat kanë vjedhur më shumë, këtu s'ka rëndësi edhe të qoftë një vot e vetëm nëse i vjedhet kandidatin edhe bëhet me qëllim ajo është vjedhje dhe këtu tani më kemi të bëjmë kush ka qenë më i fortë dhe kush ka paguar më shumë ka qenë gjendje të vjedh më shumë. Në këtë rast e kemi atë paçarizin që prind kryetari i degës PDK-s në Prizren, i cili ka bërë kërdi me vjedhje të votave në Prizren, por këtu dalin disa individet cilat janë të bukur shumë të dëmtuara, siç është zonja Musliu, zonja Kica Xhelili dhe disa gra të cilat këta kanë llogaritur që atyre bën t'ju vjedhen votat sepse aty nuk ndikohet, sepse ato varen nga vota me vota e cila shkon direkt nga përqindja e pjesëmarrjes, por në këtë rast ka harruar se duke ju vjedhur vlora qytetarëve të tjera, që të kalon zonja të disa këtu për shkak të vjedhjes pse ku i rëndan, aty me emër Flores ose Gëmi tonës do të që është qenë një vota, sigurisht do të vinë rrodh një zonë tjetër
të cilët ju kanë vjedhura. Andaj mendoj një problem i heshtur, por real që ka ndodhur vetëm këto zgjedhje, por në gjitha zgjedhje tjera. Pastaj, unë mendoj që kjo është e organizuar dhe është manipulim i listave të brendshme të partive politike, është një presion mbi komisioneret, të cilin presion e bëjnë kryetarët e këshillave zgjedhore të komunave, në shumë raste edhe ka blerje të votë, blerje të komisionerëve, paguhen komisioneret me lek në mënyrë që ta deformojnë vullnetin e qytetarëve, dhe kjo të të shohim se kur të rinumërohen, siç thatë dhe jo, sot QQZ-ja vendosi që të ketë rinumërim gjitha komunat dhe gjitha flet votimet, të dalin rezultatet katastrofale dhe jam i bindur që edhe listat do ndryshojnë esencialisht, edhe deputetet do t'jenë krejt tjerë në krahasim me këta që veç i kam fitu votën. Po për diasporën, akoma nuk ka një vendim me sa kam lexuar. Diasporën, për çka po mendoni për diasporën? Për rinumërim. Rinumërim diasporës, po rinumërim diasporës nuk e di, nuk besoj që do të ketë, sepse edhe po të ketë aty nuk besoj që ka ndonjë problem, përveç që votat janë koncentruara në shumica në lëvizjen dhe vendosje, por kur të shesh rezultatet e brendshme edhe rezultatet e jashtme, del se vendosja ka fitu me mbi 51%, edhe pse përqindjet në për ambasada edhe në për konsulata janë të jashtëzakonshme, edhe le shumë për të dëshiru, edhe unë mendoj që aty veç ka pas manipulime në vota partijake, ose e kanë votuar vetëm ata që janë nga vetëvendosja për diasporën jashtë, sidomos votimi jashtë. Unë mendoj që është shumë i manipuluar, derisa këtu brenda nuk e dim sa ka qenë numri, por zyrtarisht thuhet se 400.000 qytetarë, mbi 400.000 qytetarë janë hyrë Kosovë gjatë javës të fundit të zgjedhjeve, derisa kanë dalë nga Kosovë. Jo, është një shqipë se kanë mirë që rezultati i tillë në favor kryesisht për shkak të lëvizjeve të qytetarëve nga vendi në turizëm, domethënë qytetarët e vendit pa marrë parasysh ata cilit subjekti kanë taku, por kryesisht kanë qenë Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës, ata që kanë ardhur në Kosovë kryesisht kanë qenë të vetëvendosës, dhe kjo ka bërë këtë ndryshim kaq të madh të votave krahasuar me votat e shkurtit të vitit kaluar. Prandaj mendoj që një proces i ri zgjedhor do të jap krejt një rezultat tjetër. Për këtë do ju pyesja, ndoshta mos duhet kërkuar një proces i ri zgjedhor? Unë mendoj që duhet me shku në proces të ri zgjedhor, sepse për këtë është interesuar edhe vetë Albin Kurti, sepse ai nuk e ka dëshiru këtë rezultat, ka pas dëshirë ta ketë krejt një rezultat tjetër, sepse nuk i kanë ai din që gjatë mujit prill ose mas lartin mujin maj, Donald Trump do të merr një vendim, ose vendimi është marrë, vetëm kanë më thirrë Kurti dhe Vučići dhe kanë me nënshkru pa marrë parasysh çfarë marrëveshje do të jetë ajo, për thuhet se do të jetë pranimi reciprok, pranimi dyanshëm i Republikës Kosovës dhe Republikës së Serbisë nga Kosova, por besoj që mbrapa kësaj kohe dhe diçka tjetër do të jetë një autonomi substanciale për veriun e Kosovës, gjë që do ta kishte fundos Albin Kurtin. Andaj ky ka shumë dëshirë që s'paku ta ketë një president nga, bile nuk është shumë interesuar se ai mund ta ketë në këtë rast nga Lidhja Demokratike e Kosovës, por ai e din që me Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk do të ketë
qetësi edhe me vëvën asnjëherë pa parasysh çfarë marrëveshje do të jetë ajo, pa qenë në këtë marrëveshje pjesëmarrës dikush nga PDK-ja ose Aleanca për Armërinë e Kosovës. Do të ishte më e pavështirë për Albin Kurti që të jetë Ramush Haradinaj, por raportet atë që janë të përgjura mes Ramut dhe Albini sot që nuk besoj që Ramushi do të pranoj të jetë në një koalicion, por edhe po të pranon të numrat, pra përsëri nuk i kemi për president, sepse ma do të dëja, do të dënte Albin Kurti që ta ketë këtë rast Ramush Haradinaj, sepse aje din çfarë marrëveshje e pret në Washington, andaj edhe nuk dëshiron që ai ta merr pushtetin i vetëm, edhe pse i ka fitu 51% votave, ai në rast dëshiron që nëpërmjet për shkak presidentes apo presidentit da shty na çajë dhe unë komunë të mërshme të cilat i kanë dhënë një përqindje 35%, por është bë matja vetëm në Kosovë dhe ai u befasua me ardhen kaq masovike perëndimorëve të mërgatës tonë në Kosovë, u befasua dhe i erdhi një rezultat i papritur në gjë ta mena edhe nuk e ka dëshiruar në asnjë formë. Ai ka një rezultat në 20%, duke qenë ta bëj koalicion, por ja që nuk i bëri politika, i bëri diçka, ai asë nuk e ka po, dhe tani ai është shumë i nuk e shqiptan edhe shtatë po të këtën ai nuk e guzilin për në e Kosovës. Ai ka llogaritë një publike, por e ka të blokuar dhe nuk e lejon as Amerika, as Evropa, dhe kështu ato ëndra të tij të këqija nuk do t'i realizoj asnjëherë. Profesor, nuk është çudi që ky skenar të ndodh, sepse edhe një muaj ndoshta është afati dhe pastaj duhet zgjidhet presidentja në mars, ndoshta do shkojmë me këtë parlament drejt për zgjedhjen e presidentes, edhe nëse nuk zgjidhet e ka kërkesë për zgjedhje të reja, ndoshta një rrugë dy punë pastaj. Unë mendoj që këta me patjetër e kanë me konstituu kuvendin, nuk kanë çore, pa e konstituu kuvendin s'poku sa për të aprovu buxhetin, dhe nëse arrin të bëhet certifikimi i rezultateve deri në gjysmën e shkurtit, dhe aty për brenda 10 ditë të thirrët mbledhja kuvendit dhe të konstituohet kuvendi, të konstituohet edhe kryetarët, edhe të bëhet një konstituim i shpejt sa për të aprovuar buxhetin, sepse pastaj do të jetë një krizë e thellë buxhetore dhe rreth 100.000 punëtorë në të sektorit publik do të mbeten pa paga, dhe kjo konstituimi dhe kuvendit do të mpatim e kuvendit do të aprovohen marrëveshje ndërkombëtare i duan në momentin që me mars duhet me zi natën e saktë nuk e di kur i ka lënë mandati, si në atë moment do të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Me atë me dëshirën e gjitha partive, sepse si duket edhe Kurti nuk është fort i interesuar që ta kryej këtë proces, qoftë me Osmani, qoftë me zotri Bekim Jasharin ose Murat Jasharin, sepse asë që do të aprovojnë në atë formë, sepse nuk konvenon edhe nuk guxon të ecë tutje i vetmuar Albin Kurti, kështu që kërkon rezultate më të dobëta dhe sigurisht që nëse zgjedhjet do të jenë maj, se më herët nuk ka mundësi, nuk do të ketë mërgat në këtë numër siç ka pas, edhe rezultati zgjedhor do të jetë krejt tjetër krahasim me këtë, sepse unë mendoj që LDK-ja 50.000 vota nuk i ka humbur për shkak të asaj që
djezit, votusit e LDK-s kanë shku drejt vetëvendosjes, por ata kanë qenë turizëm edhe s'kanë dalë me votu fare. Kështu që ato 50.000 vota që i humbi LDK-ja nuk i ka humbë për shkak se ata kanë shku të VV-ja, por për shkak se kanë shku turist në Shqipëri apo në vende tjera të rajonit. Dhe vota e LDK-s do të kthehet në zgjedhjet e tjera kudo që të jenë, edhe do të ketë vota më shumë, edhe LDK-ja, edhe Aleanca, edhe VV-ja do të bjen dukshëm për shkak të asaj që diaspora nuk do të ketë mundësi të udhtoj përsëri në Kosovë, siç bëri me 28 dhjetor. Duke uruar që ky ngërç të zgjidhet sa më shpejt, i papritur që doli tashmë, profesorët falenderoj shumë për këtë bisedë të shpejtë. Faleminderit, miru pafshim.